Thot tash për derët xhamis do të hyjë një person që është prej xhenetlive. Se kush qenë ka ky person duke qenë i gjallë xhenetlik. Me çka pas ka fitu xhenetin? Të nderuar vëllezër besimtar. Një ditë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte duke qëndruar me shokët e tij në xhami. Si duket po e presin namazin, me ardh koha me voj kametin dhe hy namaz dhe ndërkohë pejgamberi alayhi salatu wassalam zhvillonte bisedë të lirë me shokët e tij. Dhe pa u zgjatur shumë, i dërguari Allahut, sikur don me ja u zgju Kurreshtin, edhe me i përmallu edhe më tepër për atë çka synonin shokët e tij që ishte arritja e xhenetit, që me arrit me u fut xhenet, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam bisedë të lirë. Ja u zgjoi Kurreshtin dhe ja fshtoi atë edhe më tepër se kush qenë ka ky person duke qenë i gjallë xhenetlik. Thot tash për derët xhamis do të hyjë një person që është prej xhenetlive. E kjo normal që shokët e tij, të cilët ishin të përmalluar dhe vazhdimisht vepronin punët të cilat i ofrojnë te xheneti dhe largoheshin prej punëve të cilat e largojnë prej xhenetit, normal që kjo i nxiti. Me pas se kush është ky person. Ja u zgjoi Kurreshtin dhe ja fshtoi atë edhe më tepër se kush qenë ka ky person duke qenë i gjallë xhenetlik. Me çka pas ka fitu xhenetin? Edhe normal që kishin të drejtë me shtu këtë interesim edhe me pas se cili person do të hyjë në xhami tash. Dhe pothuajse të gjithë i bënën sy të katër. Madje u bën këtë trup i tyre u bë sikur se me qenë sy dhe vetëm po e përcjellin derën se kush po hyn. Tash njerëzve aty shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam po i shkojnë nërmend lloj njerëz, kush mundet me qenë. Ndoshta janë shokët e mëdhej që e kanë pranuar Islamin herët me Muhamedit alayhi salam, janë muhaxherët që kanë ardhur prej Mekës, edhe i kanë përjetuar gjitha ato tortura vetëm mos me heq dorë prej kësaj feje kështu më radh. Kur hynin një person prej ansarëve që shumë pak kush i po e njeh. Një person i thjesht, i mesëm ka mosha, i kish marrë thot nallët, sandalët e veta, i kish fut në shetllën e majtë dhe po hyn xham. Edhe u habetën shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, mirë po nga edukata që e kishin nuk i thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam ç'kjo? Ç'është ky? Na pretën tjetër kanë? Mirë. Kaloi kjo ditë. Mirë po shumë prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam, që ishin prezant aty jo me të krye kjo. Pse ky xhenetlik? Pse na jo ky po? Jo pse i natin pse ai, po pse edhe unë s'jam. Edhe të nesërmen prapë pejgamberi alayhi salatu wassalam, të njëjtën kohë duke qëndruar me shokët vet, thotë që tash pas pak çasteve do të futet dikush për derën e xhamisë i cili është xhenetlik. Tash po e presin kush është ky personi i dytë. Kush është ky personi tjetër që edhe ky që ka xhenetlik. Kur hyni njëjti. Edhe po shkojnë të u bë dhe më kurrështor se pse ky xhenetlik. Ku janë sahabët e mëdhej? Ku janë ata që faleshin natën, e agjeronin ditën e bënin punë të mëdha? Ndodhi edhe e treta ditë. Njëjtë pejgamberi alayhi salatu wasallam me shokët vet thotë për këtë derë tash do të futet një person që është xhenetlik, me nun që është tjetër apet. Prap i njëjti 3 ditë rën po i thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam që është xhenetlik. Kjo për faktin që me ja ushtu Kurreshtin, edhe interesimin shokëve vet, edhe pastaj me pyet se pse kjo është xhenetlik. Çka e ka bë këto që me qenë xhenetlik duke qenë gjallë? Pyetimi i madh. Na të gjithë shpresojmë xhenetin, edhe të gjithë kemi dëshirë edhe lutemi që me hyjë në xhenet. Mirë po ky për zgjallje fitoj, hala pa vdek po e din që është xhenetlik. Edhe njëri prej këtyre djemve 3 që ishin me pejgamberin alayhi salatu wassalam, me emrin Abdullah ibn Amr ibn As, thot pa e zbulu vetë me veti, pa e zbulu se çka bën ky personi që ka hyrë në xhenet, po bëj edhe unë selam. Edhe kur del për xhamis, kryet namazi, i lyhet mbrapa e përcjell një herë të cila derë është hyj. Pastaj në mbrëmje shkon te dera, edhe i troket. Po to filan. Unë thot me babën tem, i kena pas do fjalë, do mohabeti jo të mira, edhe kom i dhënë babën. Kom vendos 3 net mos më shku me flet të shtëpia. Am kishe bokën atë, po më rrugë. Po bie keq që mos ka ndodhur me babën, po ndryshe urna. Edhe natën e parë Abdullah ibn Amr ibn As, i cili kishte shumë mirë punë me babën e vet, po don me zbulu këto. Ama më thonë në fillim që ku marr me të zbulu, kë ka mundësi që i kishim shef punë të mira, se përpara punë të mira i kanë shef, qysh na sot po i shefin punë të liga dhe gjuna. Edhe thot Abdullah ibn Amr ibn As po e përcjelli, po bona kishim flet, edhe po tham kjo tash ka më çu më fal tan natën. Shkoi gjysa natës, quhet. Shkoi fundi natës, nuk quhet.
thirrje zoni sabahit, çatëru çuthët, boni tesbih la ilaha illallah, Allahu akbar, mora abdes dhe shkojnë xhami fal. Mirë po, ai e dinte se ky s'ka më shku te shtëpia 30. Po tash ditën e dytën e ka më zbulu. Atë natën e parë ja koni lodh. S'ka mujt më uqu më fal natën. Kë tash pa uqu dytën nuk e lë. Se xhenetli ç'me hyn xhenet pa u fal namaz shumë. Thot prapë edhe natën e dytë po bëj që janë flet, shoqët për sori më fal. Vjen nota, kalon nota, vjen sabahit njët, apet. Thot ditën e tretë ja ka më zbulu ja s'ka. Dhe këtë dy ditë nështë ta u koni lata, ku e një uru prej meje, ama tretën s'koqarë, pa u që më falë këtë. Prapë edhe e treta njëtë s'u që më falë. Edhe, pithë të filan, Abdullah ibn Amr ibn As, kjo që i kishë kënë kënak. Thot, vallahi, asë kom pasë nga trejsë me babën, asë nuk i kom thonë që 3 net nuk vi me bujt në shpe. Po, thot, jemi konë gjami të nejtë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe ka thonë, ka me hyni njeri në gjami që tash që është xhenetli, hynë e te. Pram ditën e dytë, ta që shto hynë e te, prapë në tretën hynë e te, do shta me ditë, me qka i të hynë gjeneti? Qka i të bo që i të hynë gjeneti në asë në pohina? Do të vallohi qysh për sheti. Qëtë namaz e kam, qëtë farze i fali, sënetët, në natë nuk shura më fali, s'kam në i vari badetit veçan. O krythat. Abdullah ibn Amr ibn As, po do me dollë për i shpisë, se mur vesh pëse. Tu dollë për i shpisë të Abdullah. Do të është të vërtit që në s'kam i badet ma shumë. Do të vesh nuk ndodh asë një natë me i qitë kryt një stak, me flejt, vetëm se e pastroj zemrën teme prej çdo mashtrimi që mund jemi abo muslimanve, edhe prej çdo i nati e zilije. Do të po që ketë pas ka qunë gjenet. Abdullah ibn Amr ibn As. U gëzu që e zbulaj, por pra të ndëruar vëzër. Për arsye se zemra është kriteri në bazë të cilit vlerësohet çdo gjymtyr tjetër e trupit. A nuk ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam se njeri e ka një copë mishit në trup, nëse ajo prishet, krejt trupi e ninë dhimbte, nëse ajo është në rregull, krejt trupi është në rregull, ajo është zemra. Qysh zemra pumpën të cilën e kemi në trup, e që ndikon të gjitha gjymtyrët e trupit, ashtu edhe zemra fetare, zemra kuptimore, ndikon në sjelljen, në veprat, në karakterin, në fjalët, në moralin e njeriut. E ky person e ka rregulluar zemrën. E ka rregulluar zemrën e vet, në anën tjetër kënej ibadetet farzët nuk i kalon, edhe ja çka fitoj. A nuk është e udhës për secilin prej neve? Këto zemra që i barti, edhe i kemi mush me gjithçka. Mu nalë edhe mu kontrollu me shqyr, çka jam të mojtë në zemrën tënde? Çka jam të bojtën e diçka në zemër, që o të më lodhë edhe mua edhe si shok kur farhajri si shasën të njotës në ahiret, klirona pësoj. Sikur se dikush që bon çanta edhe ka futa letën to që nuk i duhet hiç. E merre kontrollon ç'ke s'ban, s'm duhet, kur e hek ju ka letu çanta. Mirë, pse nuk i letojmë në zemrat e tona? Ose s'pa ku më i kontrollu? A nuk kemi i nati në zemrat tona? Kemi. Kush ma pak e kush ma shumë, kemi i nati. A nuk kemi zili? Kemi. A nuk kemi ato? Mirë, kur mu liru për këtyne të ndruar mësë? Kur me shliru zemrën, të cilat ne e kanë shtërngu zemrën, si kurse kur i lidh, me zinxhirë dhe son pompanë dhe son e bën jetën që shduhet. Pse mos mu liru për këtyne? E lirojmë vetën para se mu liru tjerë, po i lirojmë edhe tjerë. E lirojmë prej hakit të tjerëve. Sepse me këto zemra të ndëruar vëllezër, çështë që kemi, çka kemi këtu, me çto kemi mi dal Allahut përpara. Edhe ka mu shpalos zemra vallahi, ka mu qel zemra dhe sicilla sicilla cilësi që kemi pas zemër, këtë kanë me dal para Allahut edhe ka me thon filoni ka pas çto me veti çto. Shka na ka viju nati, shka na ka viju rrejtja, e cila na ka shkaktu stres, e na ka shkaktu presion, e tani depresion, e të gjitha këto problemet, edhe çka ka bo mu prish me njerëz. Mos më kënash me njerëz. Çka na duhet kjo? E Allahu në Kur'an e ka përmend ditën e gjykimit, duke aludu në këtë që e përmendur ne, yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk i bën pore, edhe nuk i bën punë, pasunia dhe familja, pos ai që vjen me zemër të paqë. Do pasuria edhe familja nuk i bojnë pore nëse ai nuk ka punu vepra. S'mundet me dikush për hatër të familjes dhe për hatër të pasurisë që ka pas me hinë gjenet. S'ka me punë hinë gjenet. Illa men ata Allah bi qalbin salim. Pos ai cili vjen te Allahu me zemër të shnush. Është e përhapur ajo fjala në popull tonë, unë kam zemrën e shnush, nuk ka njeri që thotë kam zemrën e smut ose zemrën e ligë ose zemrën e keqe. Mirë, po zemra e shëndosh të ndëruar vëllezër, që ku e kemi modelin se çysh matet. Farzët e Allahut i ka kry,
obligimin ndaj Allahut i ka kry, me njerëzit ka qenë mirë korrekt, që kjo është zemra e shënush. Amo zemra e shënush, edhe nuk e kryen farzin e Allahut, ku është ajo shënet e zemrës? Ku është ajo shënet që kjo zemër nuk din me i thonë Allahut faleminderit po Allah. Hamdit kof tyje që më ke bokësht. Së është e shënushke, nuk është e shënush me Allahun. Për ata dhe më hanë, për me qenë zemra e shënush, po, me njerëzit du të me i regullu këtë punë. Edhe me hje këto vesa dhe këto vetit të cilat në dëmtojnë neve në këtë dënja dhe në heret edhe i dëmtojnë në tjerë. Mirë po, duhet me qenë e shënush edhe me Allahun. Para prakisht me Allahun. Duhet me qenë mirë me Allahun, me i kry farzët e Allahut, mu largu prej harameve të Allahut, mu largu prej gjithë shkafit që e shkakton hidhrimin e Allahut. Qysh ka mundësi një zemër me qenë e shënush ndërsa Allahu me pa me hidhrim atë zemër? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Pastaj edhe me njerëz nuk ka mundësi mu kanë shumë e shënush, se nuk është me Allahun që është dosht mu kanë edhe Allah është ma meritori që na me u sjell me Allahun me zemër të shëndosh, atë qysh sillemi me njerëz. Andaj të ndëruar vëllezër, porosia e kretë kësaj është që ti kontrollojmë zemrat tona. S'po tham ti pastrojmë se nashta dikush s'ka nevojë me i pastru, po ti kontrollojmë her pas here. Njeriu i cili kujdeset për shëndetin e vet, shkon te mjeku dhe pa qenë i smut. Ti vaj të kontrollet dhe analiza, mos kam diçka, s'kam kurrë, elhamdulillah. Çështu ti themi edhe zemrës. Shoh mos kam diçka, mos jam të mojt diçka pa nevojë, mos jam të mojt diçka që o të ma prish jetën, o të ma hup lezetin e jetës, kënaqësinë e jetës. Ta hiqi s'm vjen ma prish jetën, s'm vjen mos më lën me shiju jetën. Edhe kadër ka dole gradualisht, nëse ka diçka të panevojshme e largojmë, këtu e largu, mbetet zemra e shëndosh, edhe pastaj që kjo zemër i ban punë edhe i ban dobi atij personi që e takon Allahun me ton ditën e gjykimit, kalbun selim, zemra shëndosh. Allahu na dhov zemra të shëndosh. Allah na mëson me i pastru zemrat nëse kanë nevojë me u pastru ato vazhdimisht dhe me jetu me zemra të tilla edhe me i taku Allahun ditën e gjykimit me zemra të shëndosha, pastaj këto zemra të shëndosha Allahu i shpërblen me xhenetin e tij dhe i shpëton prej dënimit, prej xhenemit të tij, qofshme prej të tillëve, ne familjarët tanë, dashamirët tanë dhe gjithë muslimanët anë kanë botës. Aqulu ma sami'tum astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.